Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi këtë të martë prioritetet e institucionit që drejton duke vendosur një theks të veçantë kodi i ri penal. Sipas tij po pritet ende drafti final nga grupi i punës, që më pas të konsultohet me ndërkombëtarët. Jemi në fund të tij, presim nga grupi i punës të marrim draftin për ta konsultuar me ekspertët europian. Kodi penal gjithashtu do të siguronte që korrupsioni, krimi ekonomik të kenë vëmendjen e duhur dhe të përgjigjen kontekstit shqiptar. Duke garantuar se do të realizohet shpresë për mira të burgosur, ishte fjala ministrit Gogu për amnistin. Sipas tij pritet vlerësimi nga Komisioni Evropian dhe menjëherë më pas do të nisë diskutimi i saj në parlament. Do të ndodh. Patjetër që do të ndodh. Amnistia është në parlament dhe unë besoj që shumë shpejt, pasi ne të kemi marrë dhe vlerësimin e punës së madhe që është bërë në lidhje me themeloret në ditët në vijim, besoj që do të fillojë dhe diskutimi në parlament. Problematikave për hartën e re gjyqësore e kundërshtuar fort sidomos nga avokatët, Gogu tha se sipas ligjit ajo do të rishikohet pas 2 vitesh. Besoj që kemi një detyrim ligjor për të filluar rishikimin vitin tjetër dhe për ta bërë rishikimin brenda 5 vjetëve që i bie 28-ës. Por, nga ana tjetër, duhet të them që duhet të shohim se si kjo hartë që ne kemi sot duhet të ketë në dispozicion të gjithë elementet e saj. Kërkesat e pandehurve Ilir Meta, Arion Veliaj dhe Ilir Beqaj, të cilët kanë kombëngulur për transmetimin live të seancave gjyqësore, por nga ana tjetër gjykatat kanë refuzuar, duke lejuar kamerat vetëm për pak minuta. Ministri Gogu tha se kjo vendimarrje takon vetëm tokave të zeza.